Mirë, jemi rikthyer në studio me qenë se jemi në ditët e fundit të vitit, patjetër i shfrytëzojmë maksimalisht për të bërë një reflektim, për të kuptuar se ku jemi ne vetë, kur vjen puna në ato komunikimet e herpashershme që bëjmë me vetveten. Sot do dalemi tek pangopsia, jo tek ajo fizikja për hir të vërtetës, por ndoshta pse jemi tetur për shumë para, për shumë famë, për shumë sukses, për shumë emër, dhe duket sikur vitet e fundit është kthyer në një standard, të kesh pritshmëri të larta është kthyer në normë, dhe të kesh pritshmëri të ulta duket sikur konsiderohet dobësi. Për të sqaruar, për të kuptuar, për të marrë përshtypje të ndryshme sigurisht nga njerëz suksesshëm që duket sikur ja kanë dalë në jetë, jemi mbledhur sot për të diskutuar dhe urojmë shumë tuvim në ndihmë disa njerëzve që këto orët e fundit të 30 vjetorit i përdorin për të reflektuar. Me ne në studio, Rezarta Skiteri, stiliste, dashur mirë se vjen, kënaqësi. Mirë se ju gjeta. Darba Gramo, farmaciste dhe një grua shumë e suksesshme në biznes. Mirë se vini dhe shumë kënaqësi. Mirë, tani, dua ta nis vakt me pikpamjen tuaj për pangopsinë dhe një qasje personale që keni lidhje me këtë të fundit. Keni patur një moment jetën tuaj që keni thënë, jo, më shumë, dua më shumë. Kaq është pak. Unë mendoj që është njerëzore deri diku dhe ka qenë edhe më parë kjo pangopsia. Por sot pangopsia i dedikohet, mendoj unë, një ndryshimi në vlerat që konsiderojmë të atilla, çdo njëri prej nesh. Një vlerë kryesore për njeriu ka pas qenë të paktën të pasurit përreth njerëz të cilët i do, njerëz për të cilët do të kujdese, do të jetë afër, dashurinë. Pra, jo vetëm atë romantike, por flas dashurinë në përgjithësi. Sot ky sistemi ka ndruar dhe në fakt vlera kryesore është të qenit i suksesshëm, të qenit i famshëm, të pasurit të pushtetit. Dhe ajo që unë vëre dhe që do doja të theksoja është që në fakt nuk është të dashurit të jesh i tillë dhe të punuarit përkundrejt kësaj, por është të dashurit të dukurit si një njeri i suksesshëm, i famshëm, i pushtetshëm, me para, të dukurit të pasur. Dhe sigurisht kur ushqen trurin me një lugë boshe, sepse ka një proces psikologjik mendoj aty që ne gënjejmë veten në të qenit të famshëm, të pasur e tjera në rrjetet sociale, me ato që veshim, markat që nuk përfundojnë me kpucë dhe me çanta, më po është kapelja, bluza, xhupi, mundësi çdo gjë. Sigurisht që ajo që pason në fakt është më shumë vetmi, është më shumë jo stabilitet se sa siguri, dhe gjithmonë më shumë dua më shumë. Pra, është një farë, jemi futur në një rreth vicioz mendoj, që duke ushqyer veten bosh në mënyrë të vazhdueshme, sigurisht që duam gjithmonë më shumë, sepse nuk ngopemi kurrë. Rezerta? Unë them, unë jam shumë dakord me Arbën, edhe kam lëviz kokën një 20 për ta pohuar gjithë kohës. Jam dakord me ty. Unë duhet shtoj, përveç faktit ato që tha Arba, kush arrin të kuptoj veten, dhe kush arrin të kërkoj gjërat që janë reale në jetë. Sepse nuk po them për të gjithë njerëzit, po ka arritur një kategori njerëzish që kërkojnë këtë efektin bosh, vetëm për hir të kësaj bote që është bërë totalisht falso dhe si përfaqësore. Unë çuditem në njerë dhe them, këto njerëz që tentojnë në të gjitha format në rrjetet sociale apo në jetën e përditshme të duken sikur janë, sikur kanë dhe kërkojnë gjëra dhe i kërkojnë për hir të tjerëve, jo për veten e tyre. Në momentin që ato kanë ato momentin e privatësisë tyre në shtëpi, kur nuk i shikon më asnjë lloj Instagrami apo rrjetet e tjera sociale, a lodhen nga kjo gjëja? Kjo është një pyetje që a lodhen, a ndjehen bosh me gjithë këtë lloj sforcimi që bëjnë gjatë gjithë kohës për të qenë perfekt në Instagram, për të qenë perfekt në darka, në evente, apo në gjërat që nxjerrin, sepse unë për shembull jam një person që gjatë gjithë karrierës time, unë po flas për veten time, gjatë gjithë karrierës time dhe kam filluar punën time që 14 vjeçë. 14 vjeç është totalisht fëmijë, akoma shumë kalama. Sigurisht, patjetër. Unë kam dalë në ekran që 14 vjeç. Dhe unë historikisht dhe në këtë moment unë kërkoj nga vetja, po kërkoj ato gjërat që mua më japin benefite, mua. Jo Arbës, jo mua nuk më intereson se çfarë kërkojnë, domethënë të duken për të tjerët. Më intereson çfarë më jep mua dhe çfarë më ngroh mua, gjëja që unë kërkoj. Pra, objektivi im i arshëm më ngroh mua, më përmbush mua,
Nëse më përmbush mua, po nëse përmbush njerëzit e tjerë, për të gëzuar të tjerët, unë nuk e bëj këtë gjë. Kështu që këta njerëz në momentin që janë në shtëpi në ambient, a mendoj një herë që a janë të lumtur? Sepse shumë e lodhshme kjo gjëja. Unë punoj, mundohem të bëj dhe ato qefet e mia, po kur shikoj rrjetet sociale që udhëtime këtë, të them, ore, një sekond, si e dalin, si e bëjmë të gjë? Kjo është që bëjmë të gjithë. Mirë nga ana financiare si e dalin. Se unë punoj 24 orë, ka pas raste. Po si e dalin, okej. Por dhe ku i del koha? Se unë për shumë për tarë sot e kju, dje kam pas një xhirim sot, jam tepër e lodhur sot, atë po thoja mbrapa kujna, jam pa gjumë. Si e dalin që bëjnë këtë lloj jete kështu? Edhe mos harro pra unë mendoj që në kohë reale në çdo moment duke treguar ndonjëherë edhe vlerat me qëllim. Po, dhe sa ka kushtuar gjithçka. Dhe ajo që them unë, po në këtë harkun kohor të ditës, ku ti do të merresh të pish një kafe për qefin tënd, ku do të flasësh me shoqe, do të flasësh me mamën, me babën, me familjen, do të rish për qefin tënd. Ai del koha atyre? Se ato janë tërkohës duke hedhur në rrjetet sociale. Domethënë ato lodhen, mbi ngarkohen, kaq shumë vetën e tyre. I kanë kënaq tërë njerëzit. Për Kashilla, ka ditë më shumë. Për veten e tyre, unë mendoj që janë totalisht bosh. Mendoj unë. Pra ky është mendimi yt. Arva. Nuk ka Jo, nëse do të shtosh diçka në vit. Jo, desha të them edhe këtë që në fakt nuk ka qenë asnjëherë e thënë që ata që kanë pasur më shumë para kanë qenë të lumtur, asnjëherë. Dhe ata njerëz që kam arritur unë të takoj, që nuk po them që kanë qenë milionerët, bilionerët e botës, por gjithsesi kanë pasur shumë para, asnjëherë nuk kanë qenë shumë të lumtur. Dhe ama sot e kësaj dite vlen që pikërisht për këtij ndryshimi të sistemit të vlerave, praktikisht vlen që po është pikërisht kjo paraja që do më bëj mua të dukem si ai në Instagram dhe si ajo, dhe me siguri me qenë se ata duken kaq të lumtur dhe kështu duhet të ndihem dhe unë. Prap kthehem te ajo marrëdhënia e Lugës Boshe me veten tonë. Nga ana tjetër, Rihanna ka thënë një herë fake it till you make it. Edhe shumë kështu po, shtiru derisa vërtet të arrish, po çështja është që neve jemi futur ke ky rrethi, pra që po shtiremi dhe vetëm po shtiremi dhe nuk ka më make it në asnjë moment. Nuk është se vërtet po arrim diku. Sa e vështirë është të rritësh Dhe mbi të gjitha është çfarë arrin? Kërkoj ndjes. Dhe mbi të gjitha është çfarë arrin, se okay, shtiru derisa të arrish, po çfarë do arrish? Sa plot është kjo gjëja? Është ajo që the përpara. Është ajo gota bosh komplet. Është ajo që the përpara, sepse tani nuk është më e rëndësishme që ne të pëlqejmë familjes tonë dhe ne të arrijmë vërtet diçka dhe suksesi është. Se kemi të familje vetëm, po jo pra, neve tash suksesi është, po pra, sepse të na pëlqejnë të tjerët, sepse bota është bërë dhe më individualiste. Dhe gjithmonë sa më shumë ndihemi vetëm gjithkohës, çfarë do na plotësoj është që të paktën të marrim një miratim nga të tjerët, një zemër në Instagram, një zjarr, një gjë, një dhe vërtet është e kundërta, se ndoshta është më interesante ky momenti këtu, por që është e vërtet që shumë herë njerëzit kërkojnë të kenë vëmendje nëpërmjet like-eve dhe nëpërmjet një mesazhi të dikujt tjetër, sepse janë bosh. Sepse ndjehen kaq bosh sa që kërkojnë me insistim vëmendjen dhe aprovimin e tjerëve. Dhe është gjëja e parë që duhet bëjmë me vete është punoj me veten, të duam veten. Të jemi rahat me veten. Jemi rahat me veten dhe nëse se nganjëherë njerëzit thonë un kam shumë miq, ti s'ke. Po njerëzit që s'kan janë realisht njerëzit më të realizuar, sepse ata që kanë pafundësi shumë nuk mund të ketë njeriu gjysmën e Tiranës, është pamundur. Sepse s'ka kohë për veten. Në rritjen time, çfarë quaj sukses është që ti të kishe një profesion të mirë, të kishe marrëdhënie shumë të mira me familjen, të nderoje faqen e tyre, ose më saktë realizoje një ëndër që ishte e jotja. Sot që flasim, rinia ka 1000 modele. Duan makina më të mirë, ushqimet më të mira, një banesë që 18 vjeç, dhe përcaktimet janë më shumë monetare se sa shpirtërore apo të vlerave të trashëguara në familje. Është për shkak të modeleve apo sot është e vështirë të rrisësh mirë një fëmijë? Janë të dyja, mendoj unë. Sot është shumë e vështirë financiarisht të arrish diku. Me punën për shembull që ka bërë Imat dikur në të njëjtin industri, në të njëjtin pozicion, me shumë pak më shumë me shumë pak më shumë efort mund të arrije këtu ku unë sot me punën jashtëzakonisht shumë të madhe, me njerëz shumë më shumë, me shpenzime shumë më shumë, arri në po të njëjtin rezultat. E vërtet. Dhe kjo është e vërtet.
Por nga ana tjetër, patjetër që është edhe ajo që thatë juve. Është vërtet kjo, jam shumë dakord me gjithë gjërat që thua. Jemi pak a shumë një brez, kështu që mendoj që duam më të kemi arritur. Ka lidhje me çështjen e mënyrës të konceptuarit gjërat, s'ka lidhje fare kjo. Shiko, është vërtet ajo që na ofrohet, edhe unë po t'isha një 16 vjeçare në këtë moment, dhe do shikoja Instagramin, TikTok. Do mendoja njësoj. Do mendoja njësoj. Ndoshta, nuk di të them, sepse unë 14 vjeçe kam qenë po me të njëjtën mendje që jam tani. Dhe mendja ime s'ka ndryshuar në harkun kohor të jetës time. Por fakti që ofrohen jetë luksi dhe një 16 vjeçare thotë, "Okej, pse unë mos e kem kur prindrit e mi lodhen gjithë ditën e ditës dhe që mezi arrim të mbyllim muajin, edhe unë dua si këto." Problemi është që fillon që nga thelbit, që nga familja, që vetë prindrit duhet flasin me adoleshentët, që nuk është real ajo që ti shikon. Sepse, e di kush është fitoria më e madhe, mendoj unë, pra suksesi, kur thuhet, pra ne shohim suksesin, ne luftojmë dhe përpiqemi çdo ditë për suksesin, për të pas një karrierë të mirë, një jetë të mirë. Po unë mendoj që suksesi më i madh është nëse ne kemi një karakter të fortë dhe nëse ne arrim të kuptojmë gjërat reale që janë jetë, sepse nuk jemi më të realja në këtë moment. Ne jemi të gjërat fluskat e sapunit në këtë moment, në 2025-2026 që po na vjen. Pra çdo gjë që na ofrohet është jo reale. Rrjetet sociale nuk janë reale. Shumë herë unë dëgjoj adoleshentë që më vi, sepse unë punoj me adoleshentët, bëj minimaturat e maturat. Dhe gjë e parë që bëj psikologën para se të filloj veshjen, sepse kam probleme shumë të mëdha me unë dua të heq kockat, unë dua bëj belin kaq, unë dua byçën kaq, unë dua gjuksin kështu, unë dua formën kështu të fytyrës. Pra janë standardet e bukurisë që i servirën të rinj. Shumë herë janë edhe photoshope, shumë herë janë filtra. Dhe sepse jeta reale të siguroj që gjitha ato femra në momentin që janë në shtëpi nuk janë më ashtu siç janë dhe s'mund t'jesh kështu. Domethënë arrin në atë pikë se që tentojnë të bëjnë korset, që të marrin frymën. Pra, gjëja fillon nga familja. Mësohet fëmia që kush janë vlerat dhe kush është suksesi në jetë. Po nga ana tjetër, dakord jam teorikisht me këtë, por siç e tham, prindrit sot punojnë jashtëzakonisht më shumë për të arritur diçka që më parë arrije me shumë më pak. Dhe prap nuk arrin, pra janë gjithë ditën të zënë. Fëmijët, sado kohë të kesh me ta, janë aq shumë në telefon dhe rrjetet sociale janë kaq pafund me të tilla imazhe, me të tilla informacione, sa që është e pamundur ti si prind të zhvendosësh, e pamundur, gati e pamundur, se nuk është e pamundur, por bëhet shumë e vështirë për shkak të kohës që nuk ke në dispozicion dhe për shkak të influencës të jashtëzakonshme që kanë rrjetet sociale. Që t'ja heqësh telefonin nga dora? A mund t'ja heqësh telefonin? Nuk ka heq dot nga dora telefonin. Pra lufta është midis një prindi, dy prindërve, në rastin më të mirë 2, se sot shumë janë në fakt një prind, dhe midis këtyre të dyve dhe këtij telefonit në dorë që praktikisht është pra, ku diun, 10 sekonda një video, 10 sekonda një informacion. Dhe informacionet janë të gjitha të ndryshme për njerëz të ndryshëm, por të gjitha në fakt fokusohen tek e njëjta gjë, tek këto stilet e jetës që kushtojnë jashtëzakonisht shumë, tek këto veshjet, tek këto format e paarritshme, pra çdo gjë është bërë aq e paarritshme dhe jemi të gjithë me dorën lart për të prekur një gjë që në fakt edhe sikur ta prekim, nuk do sjellë asgjë. Absolutisht. Po, dhe nuk e heq dot celularin pa diskutim. Është pa mundur. Unë kam parë shumë programe dhe shikoj vazhdimisht që thonë celulari, po asnjë nuk bën përpjekje për ta hequr. Gjithë bëjnë këtë që duhet hequr, se je probleme, por asnjë lloj përpjekje. Por e vetëm një gjë që mund të bëhet është që në këtë gjithë ditën absolutisht prindrit gjen një moment, gjysmore, 10 minuta, çerekore, informacion, siç bombardohet fëmia me celularin, e bombardon me bisedë, duke gatuar, duke kaluar, duke rregulluar kputucët, e bombardon fëmin me bisedë, nuk është reale, domethënë bëhet biseda, gjehet hapësira. Gjehet, por është luftë e padrejtë. Është luftë e padrejtë, po ti duhet luftosh në këtë gjë për t'i thënë fëmijëve që një moment nuk është e vërtet. Shiko shkollimin, shiko t'jesh e lumtur ti dhe mos
u fokuso në gjërat të cilat realisht nuk janë reale. Kam një pyetje sepse kështu i drejtohemi nga pak edhe fundit të bisedës. Meqense se keni punuar me shumë personazhe publik. Personazhe publik janë kryesisht shembuj që i ofrohen një shoqërie në varësi të vendit. Sigurisht vishen shtrenjtë, trajtohen shtrenjtë. Nuk vishen gjithmonë shtrenjtë. Po kjo është, ndoshta keni ndonjë rast, ndonjë histori ku e dini që ky personazh me këtë rol në shoqëri nuk ka patur mundësi financiare, por ka ardhur te ju dhe ka shkuar dhe ka postuar foto në rrjetet sociale sikur jeta është në më perfektën e mundshme. Shiko, unë për vetëm flas personalisht në këtë gjë, po dikush tjetër mund të flasë ndryshe, por realisht personazhet publik janë personazhet që postojnë më pak, që pompojnë më shumë, paktën ato që njoh unë, sepse mund të ketë personazhe që e bëjnë këtë gjë. Ata që kanë ardhur tek unë, që postojnë më pak, që tregojnë realisht siç janë, edhe jo tregojnë vërtet personazhet jetën që bëjnë prej vërtetit. Jo, që bëjnë jo, po në eventet që shkojnë nxjerrin foto, por nuk tregojnë për shembull kur ikin me pushime apo dhe realisht personazhet publik nuk është se janë vishen shumë shtrenjtë. Më shtrenjtë vishet njerëzit e thjeshtë. Ashtu? Po, dhe më mundësi kanë njerëzit e thjeshtë. Dhe unë do të thosha nuk është se vërtet vishen shtrenjtë sot e kësaj dite, por e rëndësishme është që të duket dhe ajo veshja sikur është e shtrenjtë. Pra janë ato veshjet që i kanë ato markat, firmat, emrat, po eksaktësisht. Sepse pra është e rëndësishme të dukemi sikur ne kemi, sikur ne jemi të suksesshëm. Po personazhet publik nuk e kanë të rëndësishme ta tregojnë sikur jemi. Po nuk mendoj që kjo zëvon për gjithë. Okej, po besoj në rrjetet sociale përballesh në postime dhe në një jetë më luksoze se sa Shqipëria të ofron. Apo që janë influencer, jo, flas për personazhe publik, për profesion. Personazh publik? Nëpërmjet Instagramit dhe këtyre po, do që ti jesh një personazh. Unë vetë personalisht quaj dikë që ka një profesion të caktuar që pra, flas për këngëtarët, prezantuesit, TikTokerët në përgjithësi janë me fragmente, mund zgjasë 1-5 vjet, edhe pastaj rish duket. Kalimtare thua. Kalimtare. Për mua po. Në ndërtimin. Arba? Publik quhen sepse mendoj unë, sepse publik mendoj që një person quhet publik kur njihet nga një masë e madhe njerëzish. Se për çfarë njihet është tjetër gjë pastaj, po është personazh publik. Pastaj kemi këtë termin VIP që ka marrë dhe ky për kot, domethënë, por që vërtet ka marrë për kot. Por shumë VIP. Më shumë VIP se sa populli i thjeshtë. E thonin dikur për vlonjatët, mbaj mund të tregojsh në Barsaleta që duan autobusin, po nga që të gjithë duan të jenë të parë dhe të gjithë të famshëm dhe të suksesshëm, sot e kse përkthyer me gjuhën sot, e duan autobusin të mos ecë kështu, por të ecë horizontal sepse duan të gjithë jenë në vend të parë. Në fakt jemi bërë gjithë kështu sot. Në fakt praktikisht të gjithë kështu. Do me thënë, duhet kesh një titull pa tjetër, një emër, edhe diku ku punon, praktikisht të gjithë duan të kenë një titull menaxher, që është bërë sot të qenit menaxher është ku diun. Do me thënë, çfarë do lloj gjëje që unë jam dakord, sepse nëse ti vërtet menaxhon qoftë edhe këtë dhomën e vogël këtu, menaxheri sa dhomës je, në fakt, e kupton? Por titulli është shumë i rëndësishëm sepse prap kthehem te ajo që thash në fillim, janë këto pra vlerat që janë të rëndësishme sot. Kudo që ti jesh, edhe në qoftë se nuk je i veshur me këto markat sot, që po flisnim, se është një nga gjërat kryesore, prandaj dhe përmend vazhdimisht, dhe akoma vazhdon, se okay, pati një boom dikur, por vazhdon akoma dhe sot e kësaj dite, praktikisht mbase ty nuk të jepet ai statusi dhe ai pozicioni që ti në fakt e ke. Por vetëm sepse nuk dukesh si atill, është problem. Sepse ti mund ta kesh, por duhet të dukesh sikur e ke. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk pyet më njëri fare, dhe nuk e mat më njëri fare suksesin, sepse fama dhe suksesi janë dy gjëra të ndryshme. Do mendoj, sot më shumë është fama se sa njerëzit duan të jenë suksesshëm. Dëshira për famë është më madhe. Suksesshme është prezarta që ka punuar gjithë jetën e vet, ka arritë, ka ngrit punën e vet dhe të tjera. Nga që publikon shumë pak se çfarë po bën Rezart. Ka mënyra se si zgjedh. Dhe kjo është një problem më vete, sepse më thënë gjithmonë, po pse si nxjerr, pse si publikon? Po sepse kjo është ajo gjë që më gëzon mua, nuk ka nevojë që unë ta bëj kaq publike në momentin që e kam gëzuar vetë këtë gjë. Rezart më beson që të po nxjerrin çik, po bëjnë çik më shumë, po kështu, po dil edhe kështu. Por ti punon ndërkohë. Por në heshtje, të pëlqen. Kjo është pjesë e marketingut të kompanisë Rezarta, se është edhe kjo pjesë. Që rrjetet sociale sot përdoren si një media. Një mënyrë e mirë për shitur. Shikoj, edhe unë kam gabimet e mia në një farë mënyre, sepse në disa gjëra që janë profesionale edhe duhet t'i ekspozoj. Mendoj se po. Kam arrit në një pikë, domethënë që jam kaq e lumtur me veten time, se që
Nuk është nevojë të tregosh fare botës. që ta kem të gjën edhe ndërkohë që unë vazhdoj punoj me Italinë, ndërkohë që unë vazhdoj punoj me jashtë, nuk e ekspozoj, nuk e ashu okej, s'është e nevojshme. Disa do thonin bën mirë. Megjithatë unë mendoj duhet shtoj edhe një gjë tjetër te kjo pjesa e VIP-ave, VIP, kur thënë, se kaloj në herë dhe më thonë që ti je VIP. Edhe I them unë, shiko, unë VIP nuk jam, edhe nuk ka VIP në Shqipëri, se VIP do të thotë që unë të kem bodyguard, mos kaloj dot. Nga ato që mbajnë bodyguard që do të... Kush e mam, pa I zotit. A ti themi emra. Do dalë edhe kjo një karakteristik tjetër që duhet të kesh edhe janë që do blejmë edhe ca bodyguard që të dukemi që jemi VIP. Personazhi publik ka artist dhe ka artist të cilët janë artist madhe, të cilët nuk vlerësohen, të cilët janë në standarde shumë të ulura nga ana financiare, themi, sepse nuk vlerësohen siç janë për të vlerësuar, ka artist, ka personazhe publik. Po VIP është fjalë shumë e madhe. Nëse e drejtë. Faleminderit shumë vajza. Vajza, faleminderit shumë. Shumë kënaqësi, gjithmonë mirëpritura. Urojmë shumë të keni një 2026 me shumë punë, në heshtje apo jo, atë e zgjidhni vetë. Në fund të ditës. Me shumë punë edhe me një far paraja, do thosha, unë se tash shumë punë nuk do të thotë shumë paraja. Kur e mendon. Faleminderit. Mirë. Mirë. Publikut I themi, ne do të vijojmë me të ftuarit tan, kthehemi vetëm pas pak.